Më 29 tetor nga ky kanal, ju tham se Balluku do të ishte mirë të mos kthehej në Shqipëri, teksa ato ditë ndodhe jashtë vendit. Nëse do të arratise pa kthim që atëherë ku ju bëj ditur akuza. Nëse pra Balluku do të kishte ikur që para 70 ditësh, qeveria Kartele Ramës dhe Lindës do të kishte rënë. Ose ngjarje do të kishin një tjetër rrjedh. Sigurisht fatale për qeverinë e Psiçikut kryeministër, vasalit dhe të bindurit të Sorosit, monedofagut, hajdutit të rangut. Kthehemi tek Balluku dhe ju themi se më 28 tetor 2025, Rama e ka bindur Ballukun të kthehej, me betimin personal se nuk do e dorëzonte dhe se do ta mbështeste deri në fund, pasi ikja e zëvendës kryeministre se trondiste nga themelja. Pra Rama i tha se do e mbështeste deri në fund, por tek cili fund, ndoshta këtë nuk ja ka shpjeguar qartë dhe këtu gjërat komplikohen. Gjithsesi, Balluku me mbështetjen e Ramës fitoi mjaftueshëm kohë për të zhdukur, eliminuar, asgjësuar, tjetërsuar të dhëna, dokumenta, fakte që do të rëndonin edhe më shumë pozitat e saj përpara akuzës. Rama i dha mjaftueshëm kohë të përgatitej për ikjen pa kthim. Mbrëmën në qarqet e njerëzve që me informacionin kanë relata profesioni dhe pasioni, qarkulloi lajmi se Belinda Balluku u largua nga Shqipëria, si i kuvall, me një pasaport të një nënshtetësie tjetër që ajo mbart. I kuvall në Greqi dhe me saj gjetiu, do të mësohet edhe kjo shumë shpejt. Ramën po e thërrasin në New York për ta marrë në pyetje si person në dijeni për çështje të mprehta korrupsioni dhe trafiku. Balluku e kupton tani më që shtegu i vetëm që i ka ngelur është arratisja, i ku, si dhe nga, do informohemi edhe për këto, më shumë se shpejt. Mast Channel. Please subscribe.